Takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian dedikuar planit të rritjes për rajonin ka nisur punimet në Shkup në Maqedoninë e Veriut me një agjendë diskutimesh mbi bashkëpunimin ekonomik, reformat dhe integrimin drejt tregut të përbashkët rajonal. Kryeministri Edi Rama dhe liderë të tjerë të rajonit janë mikpritur nga kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Christian Micocki, në nisje të punimeve të takimit kryesor me temë Stabilitet, Unitet e Ardhme, ku kryeministri Micocki dhe komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos kanë mbajtur fjalën e tyre. Fokusi kryesor i bisedimeve është vlerësimi i planit të rritjes, propozimet për iniciativa të reja dhe bashkëpunim ekonomik përmes tregut të përbashkët rajonal, të konceptuara në dy panele diskutimi. I pari, plani i rritjes, vlerësimi, hapat e ardhshëm dhe komunikimi, ku do të bëhet vlerësimi i planit të rritjes në të gjitha shtyllat e tij, si dhe do të diskutohet mbi iniciativat e propozuara në shtyllën e parë, që janë turizmi, mbrojtja e konsumatorit dhe autostrada e tregut të përbashkët dhe lidhjet me tregun e përbashkët rajonal. Kryeministri Edi Rama dhe liderë të tjerë janë pjesë e këtij paneli diskutimi, ndërsa paneli i dytë, thellimi në shtyllat e planit të rritjes, do të bëjë bashkë ministrat për çështjet e Bashkimit Evropian, përfaqësues të Bashkimit Evropian, organizatave rajonale dhe partnerë zbatues.